E ftuar në Live from Tirana me Ronaldo Sharkën ka qenë gazetarja Klotilda Harka. Ajo ka komentuar më shumë banorët e Big Brother VIP4, si dhe dinamikat e ndodhura së fundmi në shtëpi. E njëjta se Jozi ka fituar numër të madh të ndjekësve pas ngjarjes që ka ndodhur. Pjesë nga intervista, shumë ka që e mbështetën Jozin në veprimin ndaj Gjestit. Ai fitoi diku tek 30.000 ndjekës në Instagram, por dhe ja haxkuan Instagram dhe ka hapur një faqe tjetër. Kush ja vodhi, sipas komenteve që bëhen lart e poshtë në rrjetet sociale, thuhet që fansat e Gjestit. Por nuk e dim se sa e vërtet është, sepse ka dhe njerëz që mund të acarohen shumë nga dhuna. Të gjithë pa diskutim, por dhuna në një farë forme të ngjallë urrejtje për personin në fjalë, pavarësisht se mënyra si ai e bëri dhe në momentin më kulminant të shohut, mund të ketë bërë edhe njerëz për vete dhe nuk është çudi. Se njerëzit janë të çuditshëm. Plus që Jozi i ka të gjitha brenda. Nga njëra anë i këndon dashurisë me atë zërin melodios, nga ana tjetër shkon dhe i këput një shpull Gjestit. Kështu që krijohet një lloj personazhi atipik që nuk e kemi parë ndonjëherë, shumë kompleks. A e përjashton nga showbizi Jozin kjo që ndodhi? Jo, nuk e përjashton, se kam dëgjuar shumë komente që thonë, i erdhi fundi karrierës së Jozit. Unë mund të them që mund të jetë një fillim i ri i një karriere edhe më të jashtëzakonshme se sa ajo që ka pasur. Janë momente që një fije holl i ndan suksesin nga dështimi, por në rastin e Jozit, nga përshkrimi që bëra i të gjithë situatës dhe atij si personazh dhe faktit që është këngëtar, kam përshtypjen që do e fus në disa shina të tjera. Sepse e dim që Jozi para se të hynte në Big Brother, nuk e njihnim, as ne që merremi me këtë punë. Ai papritur do e shoh veten në një tjetër stad karriere, mendoj unë. Nuk e shoh rastin që ai mund të zhduket nga qarkullimi ose nga tregu. Çfarë mund të thuash për Loredanën, që ishte në lidhje me Jozin brenda shtëpisë? Loredana vdes për Jozin, nuk ka për ta lënë. E dëgjova në një intervistë që kishte dhënë në Top Channel, aty e pash që ishte rrëfyer më gjatë dhe në mes rreshtash kuptova që ndjen për Jozin dhe nuk e kishte hequr unazën. Justifikoi që e mbante për veten e saj. Në mes rreshtash kuptoi që ajo e mban për veten e saj, por e mban dhe për Jozin.